Enti Regulatori i Energjisë ka propozuar një paketë të gjerë ndryshimesh në rregulloren për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin, njohjen dhe heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike me synim lehtësimin e procedurave, rritjen e transparencës dhe përafrimin me praktika ndërkombëtare. Ndryshimet prekin një sër në shkyqe të rregullorës së miratuar në 2016, duke filluar nga përcaktimet për licencimin e subjekteve që operojnë në tregun e energjisë. Një ndër kryesore është njohja e licencave të lëshuara nga autoritetet rregullatore të vendeve të tjera të Komunitetit të Energjisë, vendeve të Bashkimit Evropian apo dhe shteteve të cilat Shqipëria ka marrëveshje dypalshe. Në këto raste, shoqëritë nuk do të kenë nevojë të riaplikojnë për licencim në Shqipëri, por duhet të depozitojnë dokumentacionin përkatës të përkthyer dhe të notarizuar. Rregullorja e re parashikon gjithashtu standardizimin dhe digitalizimin e dokumentacionit të aplikimit, duke kërkuar që çdo aplikim të dorëzohet dhe në format elektronike, ndërsa dokumentat duhet të jenë të përditësuara jo më të vjetra se 1 muaj nga data e aplikimit. Në aspektin e dokumentacionit ligjor dhe financiar, ndryshimet kërkojnë transparencë më të madhe mbi burimet e financimit të projekteve, veçanërisht për prodhimin e energjisë elektrike, ku kërkohet të promovohet mbulimi i plotë i investimit. Për aktivitetet e tregtimit dhe furnizimit, subjektët duhet të garantojnë mbështetje financiare për të paktën 1 muaj operim bazuar në çmimet e tregut të energjisë. Një tjetër element i rëndësishëm lidhet me kërkesat mjedisore dhe teknike, ku për projekte fotovoltaike dhe eloike kërkohet dokumentacioni vërtet jetëgjatësinë e impianteve, ndërkohë për hidrocentralet dhe termocentralet kërkohet leja për përdorim burimeve ujore dhe dokumentacioni përkatës mjedisor. Sa i përket vendimarrjes, Bordi i Erës do të shprehet brenda 60 ditëve punë për centralet e lidhura me rrjetin e transmetimit për brenda 30 ditëve për rastet e tjera. Vendimet publikohen në fletoren zyrtare dhe në faqet zyrtare të institucionit, ndërsa palët kanë të drejtë të kërkojnë rishikim brenda 7 ditëve ose të ndjekin në rrugën gjyqësore. Ndryshimet prekin edhe procedurat për modifikimin, rinovimin dhe transferimin e licencave, duke unifikuar afatet dhe kërkesat dokumentare. Për herë të parë, saktësohen edhe rregullat për regjistrin e licencave, i cili do të përditësohet pas çdo mbledhje të bordit dhe do të publikohet online, duke përfshirë të dhënat të detajuara për subjektet e licencuara.